Sot do të merremi me një workshop që le të themi ndërhyn në të gjitha gjërat që neve kemi nevojë. Por përpara se të filloj, dua që ashtu siç bëjmë gjithmonë, megjithse për shumë prej jush mund t'i kemi mailet, por për të qenë të saktë, nëse është dhe dikush i ri, patjetër, neve duam që të kemi mundësi të dërgojmë ato certifikata digjitale. Besoj në secilin prej jush tashmë duhet të jenë dërguar certifikatat të trajtën e emailit. Prandaj, nëse keni mundësi në chat të shkruani adresën e emailit dhe emrin dhe mbiemrin e saktë, edhe nëse keni ndonjë sugjerim për ato certifikata që janë dërguar, që mund të ketë ndonjë gabim, ju lutem vini në ndjeni që ta rregulloj dhe ta ridërgoj. Kjo është ideja. Okej, po filloj me këtë workshop, i cili në vetvete do të flasi sot për funksionet. Dhe patjetër do të shohim të gjitha tipet e funksioneve që janë në Excel. Sigurisht që ne nuk mundet t'i prekim të gjitha funksionet, sepse ato janë jashtëzakonisht shumë, por le të themi që do të prekim ato që janë më të përdorshme në fushën e biznesit apo në profesionin tuaj kur të punoni. Radh parë, dua që të kuptojmë se cilat janë llojet e funksioneve, si funksionon një funksion dhe nga ana tjetër si të marrim pjesë në secilin prej funksioneve, duke i kuptuar ato në brendësi se si e kanë natyrën e tyre, edhe logjikën se si funksionojnë patjetër. Në gjën e parë që do doja të shpjegoja sigurisht janë tipet e funksioneve dhe në varësi edhe të tabelave që ti ke, funksionet ndahen të paktën në 5 ose 6 tipe. Ku tipi i parë është tipi i funksioneve tekst dhe këto janë funksione që operojnë kryesisht me variablat të tipit tekst. Pastaj kemi funksione të tipit dat dhe këto kanë të bëjnë me funksione që operojnë në ato variabla që kanë pikërisht data brenda, dhe po flas datë në konceptin jo thjesht numerik, po në konceptin ditor, kohor, që ne njohim gjerësisht fjalën datë. Nga ana tjetër kemi tipin e tretë që është funksionet logjike, të cilat janë funksione që fusin në ndërveprim kushte logjike, pra pyetje që ti mund të bësh her pas here dhe ato pyetje kërkojnë përgjigje dashur pa dashur. Përpos funksioneve logjike kemi funksionet statistikore. Ne kemi parë disa prej tyre, mbase nuk do të ndalemi shumë gjatë në ato që kemi parë, por gjithsesi do t'i kalojmë të gjitha ato funksione të cilat na lejojnë të bëjmë statistikë dhe veprime matematike brenda Excelit, sepse janë shumë të rëndësishme. Për shembull, nëse ti kërkon të shkruash një ekuacion dhe do të marrësh një përgjigje nga ai ekuacion brenda Excelit, nëse i jep një vlerë variablit tënd, patjetër që mund t'ia japësh këtë vlerë me anë të funksioneve aritmetike dhe statistikore. Tipi i 5 i funksioneve janë funksionet referencë që nuk bëjnë gjë tjetër veçse marrin referenca të caktuara nga tabelat të caktuara, për shembull nëse ti do të zbulosh se si është një vlerë e caktuar në një tabel dhe ta marrësh nga ajo tabele ta sjellësh në një tabel tjetër. Kurse tipi i fundit i funksioneve sigurisht që është funksionet e personalizuara, ku këtu le të themi futemi pak në një pjesë të avancuar të Excelit, një pjesë që sheh përpos tipit të funksioneve sheh edhe më shumë njohurit e programimit. Sigurisht që ne nuk do ndalemi që të mësojmë saktësisht çdo njohuri të programimit brenda Excelit, por do ndalemi në programe të thjeshta që mund të na indikojnë si të ndërtojmë një funksion të personalizuar. Qëllimi jonë është të mësojmë bazën, pastaj patjetër do të kalojmë edhe në detaje të ndryshme. Do të filloj fillimisht me funksionet tekst, por para se të filloj, dua që të kuptoni që një funksion në vetvete karakterizohet nga 3 gjëra thelbësore. Elementi që e fillon një funksion në Excel është shenja e barazimit. Çdo funksion, nëse unë do filloja të punoja me funksionet, duhet filloj gjithmonë me shenjën e barazimit. Elementi i dytë që është po ashtu i rëndësishëm është emri i funksionit, i cili në rastin konkret kryesisht në paketat Office që neve kemi të instaluar në kompjuterat tanë, është një funksion, një emër funksioni në gjuhën angleze. Pra nëse unë dua të them për shembull me shkronja të mëdha, mund të përdor fjalën upper, që është anglisht,
dhe do ta shohim edhe gjatë përdorimit tonë të funksionit. Por me këtë fillon dhe pastaj pas këtij momenti kemi atë që quhet, le të themi, vendodhja ose lokacioni i operacionit të variablit që do të kryej funksioni përkatës. Pra në rastin konkret, nëse ti do kërkosh të bësh, le të themi, shumën e një vektori, pikërisht brenda klapave do të vendosej vektori. Pra këto janë ato tre elementët që duhet i kemi gjithmonë parasysh, sepse nëse nuk i kemi parasysh, atëherë kemi për të përballur gjithmonë me probleme për aplikimin e funksioneve. Edhe do të fillojmë me funksionet text, të cilat janë ato që përdoren kryesisht në variablat text, dhe tabela jonë ashtu siç duket, megjithëse tabela përmban të dhëna fiktive, na jep mundësinë që të identifikojmë pikërisht disa variabla text, ndërto mund të jetë variabli në kolonën D, që është emri i plot, mund të jetë variabli në kolonën G, që është pozicioni i punës, ose shkollimi në kolonën I, apo dhe qyteti dhe në kolonën L. Në kontekst, unë mund të aplikoj çdo një prej funksionet variablave text, le të themi, duke shkuar pikërisht tek kjo komandë që quhet formulas, dhe te komanda formulas kam një nën komandë që quhet nën komanda text, ku më dalin të gjitha tipet e funksioneve, dhe për ata që janë kurioz, sigurisht që unë do i sfidoja të shikojnë të gjitha funksionet përkatëse. Po të shikoni, janë të gjitha ato tipe që ne përmendëm. Nuk përmendëm funksionet financiare, sepse realisht ato kanë të bëjnë më shumë me koncepte financiare, dhe nëse do të bëjmë një workshop në kontekstin financiar, sigurisht që do t'i preknim edhe këto në funksione, por ne do të qëndrojmë tek ato që janë më bazikët, më të nevojshmet, më të rëndësishmet, le të themi. Dhe në funksionet text, pavarësisht se këtu mund të jenë disa funksione, ne aktualisht kemi zgjedhur vetëm 12 funksione, dhe ato do t'i shpjegojmë shpejt, sepse koha nuk na premton, ama do t'i shpjegojmë në trajt të kuptueshëm. Megjithatë, nëse ju keni pyetje dhe nuk e kuptoni diçka, mund ta riktheni këtë video, ose mund edhe ta shkruani pyetjen qoftë në mesazh personal ose dhe në koment në video në YouTube që do të bashkangjitet. Atëherë do të fillojmë me funksionin e parë të tipit text, i cili është funksioni len, që nuk është funksion tjetër përveç se një shkurtim i fjalës length nga anglishtja, që do të thotë gjatësi. Në vetvete ky funksion nuk bën gjë tjetër veç se numëron karakteret e një teksti që ti ke. Për shembull, mënyra se si do të aplikohet është duke vendosur shenjën e barazimit ashtu siç specifikuam, pastaj vendoset emri i funksionit që është funksioni len, dhe pastaj hapet klava dhe normalisht pritet variabli që ti kërkon të aplikosh këtë funksion. Dhe unë variabli që do të aplikoj, në rastin konkret do të aplikoj te kolona te qeliza D2 dhe do të mbyll klapën. Në momentin që e mbyll klapën, ajo që pres është që ky funksion në rastin konkret të më japi saktësisht se sa karaktere përmban ky emër i plot me emrin Jeton Keqani. Dhe unë i jap enter, dhe pasi jap enter, shikoni me vëmendje që unë tashmë kam 12 karaktere, dhe po t'i numëroj vetëm për efekt zbatimit të funksionit, që ta shikojmë që ajo ka bërë saktësisht kalkulimin. Dijeni që funksionet nuk janë asnjëherë të përafërta, veç në rastin se ti ja specifikon, se që janë disa funksione referencë, por në përgjithësi ato janë të sakta. Është shkencë eksakte, shkenca e funksioneve, futet e matematika, kështu që keni parasysh që çdo gjë që po shpjegoj sot ka lidhje me koncepte që duken si matematike, por realisht mund të lidhen me çdo tabel që ti e duke punuar. Dhe janë 12 karaktere, po të numërojmë 1, 2, 3, 4, 5. Hapësira numërohet si karakter 6, k-ja 7, e 8, 9, 10, 11, 12 karaktere. Të njëjtën gjë mund ta aplikoj për çdo variabël tekst, po të shkruaja barazi len, hap klap dhe të veja vetëm tek emri përkatës. Shikoni me vëmendje që ajo do më nxirrte 5, sepse emri Jeton ka 5 shkronja. Kjo është funksioni i parë, do të marr funksionin e dytë, dhe në rastin konkret funksioni i dytë ka të bëjë me nxjerrjen e një teksti nga e majta. Sigurisht që fjala anglisht për nga e majta është fjala left, dhe unë atë do të aplikoj barazi left dhe do zgjedh përkatësisht tekstin tim. Në këtë rast, edhe nga vetë funksioni dallohet që unë kam 2 variabla për të futur. I pari është teksti që do të zgjedh, dhe i dyti është sa karaktere kërkoj të lexoj nga e majta, në mënyrë që të më dalin në elementin tim përkatës që unë kam shkruar funksionin ose formulën përkatës. Atë unë dua që të marr pikërisht këtë emrin e plot, që është në qelizën D2, presje,
presja gjithmonë ndam variabla nga njëri tjetri, dhe do t'i them, do më japësh 5 karaktere nga e majta. Normalisht, duke i thënë këtë gjë, unë nuk kam bërë gjë tjetër veç se kam specifikuar që do më japësh emrin e këtij personi. Në rastin konkret, nëse klikoj enter, shikoni që ajo më nxjerr emrin përkatës. Pse? Sepse formula në rastin konkret nuk është gjë tjetër veç se nga ky emër i plot më nxjerr 5 qelizat e para ose 5 karakteret e para, por nga e majta. Ashtu siç funksionon e majta, më funksionon edhe e djatha, pra të filloj numërimi dhe leximi nga e djatha, dhe në rastin konkret do të ishte formula write ose funksioni write, dhe hap klapën, teksti do të ishte përsëri ky tekst që zgjodhëm, ti mund të zgjedhësh çfarë lloji teksti për ta aplikuar këto lloj funksione, pastaj numri i karaktereve në rastin konkret, meqense dua të nxjerr mbiemrin dhe dalloj që ka 6 karaktere mbiemri, mund shkruaj 6 dhe shikoni tani më del mbiemri. Pra unë bëj ndarjen e emrit me mbiemrin duke e bërë manualisht përcaktimin e numrave përkatës. Ashtu siç ka me karaktereve përkatës, më falni. Ashtu siç ka funksione që lexojnë nga e majta në të djathtë, ka dhe funksione të tjera, të cilat lexojnë edhe brenda tekstit. Njëri prej tyre është funksioni mid. Funksioni mid do të thot middle, që do të thot futu në mes të tekstit dhe merr aq karaktere sa ti do. Sigurisht që numri i variablave në këtë rast nuk është M2, do të shikojmë se sa ndryshon, po të shkruar baraz mid, hap klap, vjet 3 që janë 3 variabla, dhe variablat specifikisht kërkojnë, i pari kërkon tekstin që do ta aplikosh këtë gjë, i dyti kërkon ta fillosh numërimin e leximit, dhe i treti është sa karaktere kërkon që të bësh numërim. Në rastin konkret, unë do të zgjedh pikërisht përsëri emrin Jeton Keqani dhe zgjedh qelizën të 2, dhe aty pasi kam zgjedhur pikërisht këtë emër të plot, vendos presjen për zgjedhjen e variablit të dytë, dhe variabli i dytë normalisht kërkon ku kërkoj unë ta filloj numërimin përkatës ose leximin përkatës të tekstit tim. Dhe leximin përkatës të tekstit tim unë nuk do ta filloj nga karakteri i parë, sepse mund të shkruaja formulën left, nëse do filloja nga karakteri i parë, por le të filloj nga karakteri i tretë. Karakteri i tretë për mua përbën atë shkronjën T, pra 1 tek J-ja, 2 tek E-ja, T-ja është treshi, pra filloj nga treshi, dhe do i them që numri i karaktereve që do më lexosh nga ky karakter e tutje do të jetë 3. Pra do i them një tekst me gjatësi me 3 karaktere. Pra ajo që unë pres është që më dali fjala ton, logjikisht, dhe nëse e mbyll, shikoni që më del fjala ton. Pse? Sepse specifikisht unë e saktësova funksionin që të filloj nga karakteri i tretë dhe të vazhdoj 3 karaktere. Këtë e bën funksioni min, jo në pak raste ty të jepet mundësia të përdorësh pikërisht këtë funksion dhe të duhet realisht gjatë përdorimeve të tua. Përpos këtij funksioni, një funksion tjetër shumë i rëndësishëm është funksioni find, i cili gjen një karakter brenda një teksti. Dhe po të shikoni, funksioni find përmban disa variabla, janë 3 variabla në fakt që përmban, dhe e para është çfarë teksti kërkon të gjesh brenda variablit tënd. Në rastin tim, supozoj se unë dua të gjej hapësirën. Hapësira mund të bëhet në këtë trajt brenda thonjzave, të vendosësh një hapësirë, shkoj ndjes sepse shtypa diçka, atëherë vendosim një hapësirë brenda thonjzave që nënkupton që ti po kërkon atë karakter përkatës. Pra unë po kërkoj hapësirën, dhe pyetja e dytë, variabli i dytë që kërkohet është brenda kujt teksti, dhe unë do të kërkoj brenda tekstit që kisha pak më përpara në qelizën të 2. Dhe ajo pyet përsëri duke filluar nga cili numër, sepse ky karakter mund të përsëritet dhe normalisht ajo kërkon të di nga do e fillosh numërimin, dhe unë do i them filloj nga e para, pra nga karakteri i parë. Nëse mbyll klapën, do dalloj që mua numri që do më dalë aty, ajo nuk do më japi tani një shkronjë, megjithëse është një variabël, një funksion tekst, ajo do më japi një numër që tregon realisht pozicionin e këtij karakteri që ti e duke kërkuar, dhe në rastin konkret do nxirte 6. Pse? Sepse hapësira në emrin Jeton Keqani është saktësisht në pozicionin e 6. Ju do thoni pse duhen të gjitha këto gjëra, por realisht duke patur këto gjëra her pas here mund të bësh kombinime të funksioneve. Deri tani neve kemi parë thjesht funksione elementare unike, po ka dhe funksione të kombinuara, kështu që për sa kohë ka funksione të kombinuara, duhet kuptuar që kombinimi mund të bëhet me funksione të tjera. Për shembull, nëse unë do veja dhe do ta aplikoja pikërisht tek
emri për të gjetur atë emrin përkatës, në vend që të shkruaja karakterin tim 5 të lefti, tashmë unë mund të shkruaja me atë gjetjen e hapësirës, sepse dalloni pak emri nga mbiemri, në emrin e plot, ndahen nga njëri tjetri nga kush, nga hapësira. Pra, në qoftë se unë gjej pozicionin e hapësirës dhe i zbres një, dalloheni me vëmendje që unë shkoj në fund të emrit në atë rast. Pra, në qoftë se do thosha find dhe në thonjza do vendosja hapësirën presje brenda tekstit tim duke filluar nga fillimi. Pra kjo është gjetja e pozicionit të hapësirës, do t'i thosha -1, pse sepse dua jo pozicionin e hapësirës, po një më pak se sa pozicionin e hapësirës që të shkoj në fundin e emrit. Tani unë garantoj që nga e majta ajo do më lexoj deri tek pozicioni i hapësirës -1, që do të thotë deri tek fundi i emrit, do më nxjerrë përsëri emrin e ton dhe në rastin konkret kjo formula që shikoni është një formulë e kombinuar, nuk është më një formulë elementare unike. Dhe pas kësaj do të zbatoj një formulë tjetër që është një funksion tjetër që është funksioni substitute, që të lejon ty të zvendësosh një tekst ose një karakter me një karakter tjetër. Për shembull, unë do të zvendësoj hapësirën me një vizë dhe sigurisht që në momentin që unë ta zvendësoj hapësirën me një vizë, emri që kam në qelizën të dy nuk do më dali më emër hapësirë mbi emër, por do më dali emër vizë mbi emër. Dhe si bëhet kjo? Shkruhet me anë të funksionit baraz, substitute. Ti nuk ke nevojë që ta shkruash të gjithë funksionit, është anglisht, patjetër substitute anglisht do të thotë zvendëso. Mjafton të shkruash disa nga shkronjat e këtij funksioni dhe pastaj të bësh double click tek funksioni që ka dalë poshtë dhe ty të fillon operacioni. Dalloni që ky funksion ka 4 variabla. Shikoni që dal nga dal rritemi në variabla, sa më kompleks bëhet funksioni. Dhe funksioni substitute sigurisht që kërkon tekstin në të cilin ti kërkon të bësh ndryshim dhe unë do zgjedh qelizën D2. Pasi kam zgjedhur qelizën D2, në fillim duhet vendosësh tekstin tënd, pastaj qelizën përkatëse. Teksti im është brenda thonjzave, më falni, vendosim vizën. Vizën sepse atë është teksti që unë dua të zvendësoj. Teksti përkatës, pasi e kam bërë këtë zgjedhje qelize, sigurisht që duhet të kisha zgjedhur qelizën të parën, pra edhe një herë, po zgjedh D2, presje. Teksti i vjetër është hapësirë, teksti i ri do të jetë viza, pra vendos vizën brenda thonjzave dhe nëse pyetet instance number, mund ta neglizhosh, mund të mos ta vendosësh fare. Instance number nuk kupton sa herë do që ta përsërisësh këtë gjë, po supozojmë se ti ke disa hapësira dhe do që ti zvendësosh të gjitha me vizë, sigurisht që mund t'i japësh që mund ta përsërisësh 2 herë, mund ta përsërisësh 3 herë, por në rastin konkret ne do e lëm të papërdorur instance number, pra nuk do ta përdorim, le ta marrë automatikisht sa herë duhet ta zvendësoj. Pra, ky funksion nuk ka bërë gjë tjetër veç se në qelizën të dy do marri atë që quhet variabli hapësirë ose karakterin hapësirë dhe do ta zvendësoj me karakterin që unë e kam përcaktuar si karakteri vizë. Dhe kur unë jap enter, dalloni që emri jeton Keqani nga hapësirë bëhet jeton vizë Keqani me në rastin konkret vizë në mes. Vazhdojmë tej me një koncept tjetër të rëndësishëm që është koncepti upper, proper dhe lower. Janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, prandaj i përmenda të treja. Janë 3 funksione që realisht na i modifikojnë tekstin ton që të dalin në një formë ose në tjetrin. Për shembull, nëse ti ke shkronja të vogla dhe do që ti bësh të gjitha karakteret e një teksti me shkronja të mëdha, mjafton të shkruash barazi upper dhe kjo ka vetëm një variabël, të zgjedhësh tekstin përkatës, pra unë zgjedh qelizën të dy, dhe shikoni që të gjithë karakteret në rastin konkret kthehen në karaktere me shkronja të mëdha, ndërsa nëse ti do me shkronja të vogla, gjithçka do të shkruaje lower dhe në rastin konkret, supozojmë se tani do të zgjidhja pikërisht këto që i kisha të mëdha për të parë diferencën dhe ja tek është jeton Keqani me shkronja të vogla. Përpos kësaj ka dhe një funksion tjetër që është proper, dhe fjala proper në vetvete i jep çdo fjale shkronjën e parë, shkronjë të madhe. Pra, në rastin konkret, nëse unë shkruaj proper, hap club dhe zgjedh emrin që e kam me shkronja të vogla, dalloni që j-ja dhe k-ja bëhen shkronja të mëdha si shkronja të para të secilit tekst që unë kam. Përpos këtij funksioni, kemi një funksion tjetër që është funksioni rept, që do të thotë repetition, që do të thotë përsëritje, pra ti kërkon të përsërisësh një karakter caktuar. Dhe funksioni është shumë i thjeshtë sepse mjafton të shkruash rept, hap club
dhe ajo pyet cilin tekst kërkon që të përsërisësh, dhe supozoj se unë kërkoj të përsëris, po fut shkronjën A, dhe për post shkronjën sa, ajo më pyet pasi vendos presjen sa herë kërkon ta përsërisësh, dhe unë po i them 3 herë. Dhe tani çfarë do dali pasi ta mbyll funksionin ret? Del 3 shkronja A. Ju do thoni unë mund ta shkruaj vet A, por në rastin konkret ka raste specifike në të cilat ti bën funksionet kombinuar, për shembull në vend që ta bësh në këtë trajt, supozoni se do gjeja pikërisht këtë gjë. Bëje përsëritje, edhe në rastin konkret në vend që të shkruaja një funksion elementar, do shkruaja një funksion të kombinuar, do merja left të këtij emrit përkatës, pra do të merja vetëm shkronjën e parë nga e majta dhe do t'i thosha, pasi e kisha mbaruar këtë, do ma përsërisësh 4 herë. Shikoni që tani është një funksion i kombinuar, ajo që pres është që shkronja J të më përsëritet 4 herë dhe pikërisht ajo dalin 4 J aty, sepse ky është funksioni që unë aplikova. Një tjetër funksion shumë i rëndësishëm, funksioni text, i cili në vetvete si funksion nuk është gjë tjetër veç se funksioni që i kthen edhe numrat në tekst. Shikoni me vëmendje që numrat që neve kemi të vitet e eksperiencës, me to mund të bësh operacione matematike. Pra nëse unë them kjo barazi me këtë plus këtë, dallojeni pak që ajo më jep një numër përkatës. Por ka raste në të cilat ti kërkon që të mos kesh numra, por të kesh tekst. Pse? Sepse do që ta shpresh si tekst atë që është numri. Dhe ka dhe të kundërta që ti kërkon ta shpresh si vlerë, dhe do ta shohim dhe atë funksion, megjithëse se kemi në listën e funksioneve, po do ta shohim se si e kthen në vlerë diçka që është tekst. Në rasti konkret, funksioni tekst është shumë i thjeshtë sepse shkruhet në këtë trajt, barazi tekst, hap klapën, zgjedh përkatësisht atë numër që ti e ke numër dhe kërkon ta kthesh tekst, dhe pyetja e dytë që të ngrihet është çfarë formati kërkon që ta kthesh. Sigurisht që ka tipe të ndryshme formate, mund ta kthesh në format tekst dat, mund ta kthesh në format tekstor me karaktere të fshehura e gjëra të ngjashme, po unë do i them atë që quhet 0, që quhet le të themi formati standard tekstor, pra gërma, shkronja, simbole, ky është formati standard. Dhe mbyll klapën, pasi mbyll klapën, shikoni që nuk më del asgjë, sepse unë i thash pikërisht atë formatin tekstor. Nëse unë vetë edhe zgjedh njëshin, shikoni që në rastin konkret më del njëshi si numër përkatës. Pra, teksti në rastin konkret nuk është i lidhur me qelizën përkatëse, kjo është arsye përse më dilte në atë trajt dhe unë duhet vendos 0 përsëri, sepse gabimi qëndronte pikërisht në atë rast. Dhe shikoni që ajo tekstin e konverton në rastin konkret në 11 këtë 10.84, i jep një parafrim, ama ky është tekst. Nëse unë bëj një veprim, për shembull të them kjo shumëzim për këtë, në rastin konkret kjo e jep si numër, por karakteri që e ka kaluar në të majt dallohen në një numër. Po të shikoni këtë 6-ën që ka dalë, del gjithmonë në krahun e djathtë, ndërkohë që teksti në vetvete nuk del asnjëherë në krahun e djathtë, po del në krahun e majt. Del në krahun e djathtë vetëm nëse ti vet je ai që e specifikon me anë të komandave të orientimit në komandën home se do që të shkosh në krahun e djathtë apo jo. Përpos funksionit text, i cili ai është i rëndësishëm, në krah të tij do të kisha funksionin value, që ma kthen një tekst në rastin konkret në numër, jo në pak raste, ty të vinë numra në një tabel dhe ato janë tekst, ti nuk kryen dot veprime ato, por që ti kthesh në numra, mjafton të aplikosh funksionin value dhe zgjedh tekstin përkatës që ti e di që duhet jetë numër, mbyll klapën dhe shikoni që tashmë 11 dallohet që tashmë është numër sepse kaloi në krahun e djathtë. Ky është një specifikim i Excelit, numrat dalin gjithmonë në krah të djathtë, tekstet dalin në krah të majt. Dhe i fundit që do të bëja si funksion, do të merrja një emër përkatës dhe do shikoni se çfarë do jem duke bërë, por marr emrin tim, Martin, dhe po i vë një hapësirë. Normalisht ky emër po të merrja dhe të numëroja karakteret me funksionin len të këtij emri, do më dilin 7 karaktere. Por emri Martin në vetvete nuk ka 7 karaktere, po sa ka? Ka 6 karaktere, cila e prish gjithë këtë numërim që jam duke kryer. E prish pikërisht ajo hapësira që unë kam vendosur. Atëherë ka një funksion që hap hapësirat e panevojshme. Le të themi edhe nëse ti ke një hapësirë pas emrit përkatës, mjafton të shkruash barazi trim, hap klap dhe brenda funksionit përkatës trim të zgjedhësh qelizën që do që ti heqësh hapësirën dhe dalloni që tani mua më ka dalë emri Martin. Unë nuk e dalloj dot se e ka hequr apo jo hapësirën, e vetmja mënyrë se si mund ta dalloj është duke shkruar
funksionin len dhe në rastin konkret të marrë këtë qelistë të re dhe shikoni që tani më del 6 numri karakterëve që do të thotë ai funksioni trim reduktoi elementin e panevojshëm i cili ishte ajo hapësira e panevojshme. Përpos funksioneve tekst, do të vazhdojmë së dyti me funksione datë, sigurisht që nuk do të ndalemi në shumë funksione datë, në këto funksione datë do të prekim disa nga më të përdorshmet dhe do të filloj me të parin, më të përdorshmin, i cili të jep kohën e saktë dhe orën e saktë në të cilën ndodhemi, dhe është funksioni now. Në qoftë se unë shkruaj now, hap klap, mbyll klap, nuk ka variabël që ti të shkruash diçka, pra mjafton të shkruash now, hap klap, mbyll klap, ajo do të japi ditën në të cilën neve jemi, që është data 7 shkurt, dhe orën e saktë që është 18:26 që është tani. Ndryshe nga ky funksioni today të jep vetëm ditën specifike në të cilën jemi. Pra nëse shkruaj today, hap klap, mbyll klap, gjithmonë këto lloj funksionesh janë funksione pa variabla, sepse kanë të bëjnë specifikisht me atë që quhet dita jote dhe nuk marrin një variabël caktuar, dhe në rastin konkret today do të më jepte vetëm datën specifike në të cilën unë jam. Funksioni year më jep vitin e një date caktuar. Të gjitha këto funksione me që sarallathi aplikohen mbi variabla të tipit datë, pra nuk aplikohen mbi variabla të tipeve të tjera. I vetmi funksion që aplikohet në variablet të tipe të tjera është funksioni date, i cili mund të ndërlidhi disa tipe numerike, le të themi, për të krijuar një datë. Do ta shohim atë funksion pak më mbrapa. Por le të shohim funksionin year, month dhe day. Të treja janë shumë të rëndësishme, me to mund të lidhet dhe funksioni time, hour dhe minute dhe second. Të gjitha këto kanë të bëjnë me koncepte kohore, sepse data ka lidhje me periudha, me kohë në vetvete. Funksioni year për shembull është i tillë, barazi year, dhe nëse vazhdon funksionin, në brenda klapave duhet vendosësh një datë dhe unë do të zgjedh datën në qelizën F2, po shikoni është 15 mars 2012. Normalisht ajo që pres nga aplikimi i këtij funksioni është viti 2012, sepse ajo nxjerr vetëm vitin, ndërkohë që month në rastin konkret për të njëjtën datë do të nxirrte muajin përkatës që është 3. Pra është marsi në rastin konkret si muaj përkatës. Përpos kësaj kam dhe funksionin day, i cili do më japi datën përkatëse barazi day, hap klap, dhe në rastin konkret do zgjedh përsëri këtë qelizë dhe shikoni që më dha datën 15. Pra me anë të funksioneve vit, muaj dhe datë, unë e pata mundësi të ndaja, le të themi, vitin, muajin dhe datën të kësaj date specifike që unë kam zgjedhur. Por përpos kësaj ka edhe një funksion tjetër që quhet e-date, dhe e-date nuk bën gjë tjetër veç se e merr datën tënde dhe e transporton aq muaj sa ti dëshiron. Supozoj se unë dua ta transportoj 15 marsin 2012 dhe dua ta transportoj 12 muaj të shoh çfarë date do më dali, mund ta aplikoj këtë formulë që quhet e-date, ka 2 variabla, njëra është cila është data që do filloj, dhe për mua është ky 15 marsi në qelizën F2, sa muaj, po i them 12 muaj në rastin konkret, dhe shikoni që pas 12 muajsh, ajo del një datë, pavarësisht se është numër, po ti kthesh tipin sipas formatit, ta bësh short date, se ja dash komandën accounting, po jap short date, shikoni që ajo është 15 mars 2013. Jo në pak raste, sidomos në rastet bankare, kur ti ke të bësh me veprime bankare, këto gjëra që po shpjegojmë, ti mund të shkruash vetëm numrin e muajve, pra ai të thotë sa do jetë kredia dhe për 300 muaj, dhe muaji 300 normalisht nga supozojmë 15 marsi 2012, i bie të jetë 15 marsi i vitit 2037, pra në rastin konkret i përcakton një ecuri specifike të gjithë muajve deri në muajin e fundit dhe e të saktë të përcaktuar se cili është muaji i fundit. Një tjetër, le të themi, rast shumë i rëndësishëm që duhet marrë në studim, funksion i rëndësishëm është EOMonth, i cili në rastin konkret merret me fundin e muajit. Nëse ti je në një muaj përkatës, për shembull dhe today, duam të dinë cili është fundi i muajit aktual, për do e bëj në një formë të kombinuar, sigurisht që mund ta bësh edhe në formë elementare. Unë mund të shkruaj EOMonth dhe shikoni tani kam 2 element përkatës. Ajo më pyet cila është data që do të fillosh, që ti gjej fundin përkatës të muajit dhe sa janë muajt, sepse ti mund të përcaktosh të këtij muaji, të muajve më brapa,
ajo të përcakton saktësisht ditën në të cilën është dita e fundit e muajit. Dhe unë do t'i them today për start dating, që do të thot dita e sotme, ama për muaj në rastin konkret po i them një, që do të thot fundi i muajit me një avans, dhe në rastin konkret ajo nxjerr një datë, por unë do i bëj short date formatit që të shikoni në çfarë date na nxjerr. Përderisa unë i thash një muaj avans, do të thotë që unë jam në datën 7 shkurt, ajo shkon në mars, në 7 mars, një muaj avans, dhe gjen fundin e atij muaji. Në qoftë se unë do t'i thosha në vend të njëshit 0, pra do t'i thosha në muajin aktual, mos shko në muaj avans, po për këtë datë today, më gjet saktësisht sa do jetë fundi i muajit, ajo do nxjerrë 28 shkurtin si fund të muajit. Me të tilla funksione sigurisht që mund të gjesh ditën e parë të muajit. Pse? Sepse dita e parë e muajit nuk është gjë tjetër veç se dita e fundit e muajit pararës. Për shembull, nëse unë dua të gjej ditën e parë të muajit shkurt, mjafton të them në vend të 0 i bie të zbres minus një muaj, që do thotë shkoj në 7 janar, gjej fundin e muajit që i bie të jetë 31 janari, dhe mjafton jashtë klapave të shtoj një +1, dhe ajo do më japi saktësisht datën 1 shkurt 2023. Përpos këtij funksioni do vazhdoj me funksionin e radhës, që është funksioni date, i cili ndryshe nga funksioni year, month, day, tani kërkon të bashkoj 3 numra dhe të formoj një datë. Jo në pak raste ti ke vitin, ti ke muajin, ti ke dhe ditën, dhe kërkon të nxjerrësh një datë. Dhe mënyra se si nxjerrët një datë është duke funksionuar funksioni date, i cili është i trajtës së tillë me 3 variabla, më jep vitin, më jep muajin dhe më jep datën. Dhe unë në rastin konkret mund t'i them viti është 2012, vetë zgjedh F26, muaji mund të jetë pikërisht ky muaj i tretë, dhe dita le të supozojmë që është, mund ta shkruaj dhe manualisht, dhe të jetë dita e parë. Pra ajo që pres në rastin konkret është data 1 mars i vitit 2012. Nëse mbyll klapën, shikoni që mua më del 1 marsi i vitit 2012. Sigurisht që ky funksion është shumë i thjeshtë, mund të kombinohet dhe mund të bësh gjëra shumë të veçanta me anë të këtij funksioni. E fundit, në qoftë se unë do doja ta aplikoja, shikoni me vëmendje, është funksioni weekday, që më jep dita e sajt në javë, është kjo datë që ti ke. Supozojmë se unë jam tek kjo data ime dhe shkruaj barazi weekday, shikojeni pak, hap klapën dhe ajo pyet cila është data që ti kërkon ti gjesh se çfarë dita është. Dhe në rastin konkret unë supozoj se kam këtë datën 1 mars 2012, dhe ajo do më gjej saktësisht se çfarë dite e javës është pikërisht ajo datë. Në rastin konkret, kur ti i jep presje, variabli i dytë është çfarë tipi e do ti numurimin e javës. Se ka javë që fillojnë nga e diela dhe përfundojnë të shtunën, ka javë në vende të ndryshme që fillojnë nga e hëna dhe përfundojnë të dielën. Sigurisht që specifikisht ti nuk e përcakton dot saktësisht, por ti do qëndrosh tek ajo që quhet variabli jot, që është në rastin konkret për Shqipërinë, është standardi e hënë dita e parë deri të dielën që është dita e 7, pra është variabli numër 2. Le të themi në vend të njëshit shkruajmë 2 dhe jemi korrekt. Mbyllim klapën dhe po t'i jap enter, dalloni që më del 4 në rastin konkret. Kjo 4 nënkupton që është dita e 4 e javës ose e njëjtja. Sigurisht që mund të bësh kombinime me variabla tekst për të ndryshuar emrat për katës, dhe në rastin konkret kjo t'i jep ditën për katë. Supozojmë se un kam ditëlindjen, dhe kjo ka 2 mënyra realisht për ta gjetur, e kemi treguar edhe një pak më përpara, po supozoj se ditëlindjen e kam ashtu siç e kam 4/20/1986, ky është ditëlindja në muajin prill. Unë dua të zbuloj se në çfarë dite kam lindur, i jap barazi weekday, hap klap, zgjedh këtë qelisë që kam ditëlindjen time, nuk e mbyll klapën sepse po mbylla klapën nuk i kam përcaktuar formatin, i jap formatin 2 që do të thotë e hëna është dita e parë, e diela është dita e 7, dhe jap enter, dhe unë kam lindur të dielën. Këtë mund ta bëni provë për veten tuaj, sigurisht që mund ta shikosh edhe duke ndryshuar formatin nga date në long date. Shikoni që ajo del Sunday, April 20, 1986. Pra në rastin konkret, sigurisht që koncepti është shumë i zhvilluar për të kuptuar edhe gjërat të cilat i janë jashtë edhe ti, kështu mund të shkosh në evente të ndryshme dhe të kuptosh në çfarë ditësh ka ndodhur, po themi për ata që janë astrolog në koncept me hilaritet, të cilët duan të zbulojnë se cila është dita më e keqe e vitit e gjëra të ngjashme, supozojmë. Patjetër që kaluam edhe funksionet datë. Tani do të kalojmë
në ato që quhen funksionet logjike nuk janë shumë, por janë shumë të rëndësishme. Dhe në funksionet logjike, unë do të ndalesha në rreth 7 prej tyre të cilat përdoren gjerësisht. Ne kemi shpjeguar pak funksionin if dhe nuk do të merremi shumë me funksionin if, megjithëse është i rëndësishëm, po i bëj një shpjegim shumë elementar. Funksioni if është një funksion i cili në vetvete merr parasysh një kusht dhe ndjek dy rrugë. Nëse kushti është i vërtet, shkon në një rrugë, nëse kushti nuk është i vërtet, shkon në rrugën tjetër. Pra, supozoj se dua t'i them në këtë trajt barazi if dhe i them nëse kjo rroga në qelizën K2 është më e vogël se sa 500, unë mund të shkruaj e ullët në të kundërt, në thonjza, pra presja e dytë ka të bëj pikërisht me atë value i false ose vlera nëse nuk është e vërtet që K2 është më e vogël se sa 500, përsëri në thonjza do të shkruaja i lartë. Dhe pasi të shkruaj i lartë të mbyllja klapën, do shikoni që mua më del i lartë sepse vlera është 792 dhe 792 është më e madhe se sa 500. Kjo është funksioni if. Ndërkohë që funksioni isText ka të bëj pikërisht me vërtetimin nëse, sepse janë variabla logjik, pra të vërtetosh nëse ai funksion ose variabël që ti ke, në rastin konkret është tekst apo është numër. Janë të ndërlidhura pak të gjitha këto funksione logjike që po shohim. Pra nëse shkruaj barazi isText dhe zgjedh një qelizë që është numër, siç është kjo 10.84, normalisht tani, kur unë t'i jap enter, ajo do të më japi false. Pse? Sepse në rastin konkret ai është numër, por nëse të njëjtin funksion e aplikoj jo tek qeliza H2, por tek qeliza G2 që e di që është tekst, ajo nxjerr true që do thotë e vërtet. Pra në rastin konkret kur ajo aplikohet në një tekst, ti e ke true që do thotë e vërtet, nëse e ke në një numër ose në një datë, ajo është false. IsBlank kërkon për qelizat të cilat ke element bosh, supozojmë se unë po e fshi këtë elementin vetëm për ta vërtetuar. Pra nëse i them barazi isBlank, këto janë për informacion, kërkon të gjesh një informacion dhe realisht mund të quhen logjike dhe informative si funksione realisht, sepse të japin ty specifikisht a është apo nuk është. Në disa raste, meqense edhe vetë informatika funksionon me numrin 0 dhe 1, pra është binare, nuk funksionon ndryshe, funksionon në atë trajt. Kompjuteri është një sistem kompleks binar në vetvete. Pra ti ke dy alternativa, o 0 o 1, o e vërtet o e gabuar, o po o jo, diçka e tillë. Pra isBlanku të kërkon dhe të pyet a është bosh, vlerë boshe, qelizë boshe, apo ka vlerë brenda. Dhe nëse unë i them isBlank del true, sepse në rastin konkret ajo ka vlerë përkatëse, nuk ka vlerë përkatëse, prandaj del true. Nëse do dilte false, do të thotë që kemi vlerë brenda asaj qelize. I0 sigurisht që ka të bëj me gjetjen e një gabimi. Supozojmë se unë do pjesëtoja një numër, pra e zëm se do e bëj këtu barazi kjo pjesëtim për 0, që unë e di që më prodhon një error, më prodhon një gabim se pjesëtimi 0 për vlerat reale nuk ka kuptim. Atëherë nëse do shkruaj formulën barazi is error, patjetër që do zgjidhja këtë qelizë në të cilën unë bëra veprim përkatëse dhe do më thoshte true sepse ka gjetur një gabim. Në rastin konkret të tilla gjëra shërbejnë në evidentimin e gabimeve dhe pastaj ti me anë të filtrimit mund të filtrosh vetëm gabimet, ato raste në të cilat ti e ke true. Se gabimet mund t'i kesh të ndryshme, mund t'i kesh div 0, mund t'i kesh na që do thot no atribut, reference që janë gjëra të ndryshme, ose value kur ti ke futur vlera të gabuara ose ke koncepte të gabuara në kryerjen e veprimeve. Po ashtu siç është formula i0 që të jep një kontekst true, ka dhe një formulë tjetër logjike që në rastin konkret kur ke një gabim, ajo të thotë ty me çfarë vlerë do ta zvendësoje këtë gabim. Dhe në rastin konkret ajo është formula if error, pra nëse ti gjen që kjo qeliza përkatëse, dhe unë kam shkruar gabim se kam bërë 3 r, nëse kjo qeliza përkatëse që ndodhet në vlera që ndodhet në qelizën H23 është gabim, atëherë presja e dytë nuk kupton që nëse vlera është gabim, do japësh një vlerë tjetër. Dhe unë po i them, nëse është gabim, shkruaj fjalën gabim në vend të fjalës div 0. Dhe shikoni që ajo do nxjerrë fjalën gabim, ndërkohë që në raste të tjera kur ajo nuk është error, do nxjerrë vlerën përkatëse. Sigurisht që të gjitha këto vlejnë për
për transformimin e tabelave tua në tabela në të cilat identifikon çfarë ke, çfarë nuk ke, si është, si nuk është një vlerë e caktuar. Is number në rastin konkret, nëse do aplikoja, ka të njëjtën logjik si të gjitha funksionet që sapo pamë, ndërsa nëse shen në një numër, ajo të nxjerr vlerën true, që do thotë e vërtet, dhe në rast të kundërt të nxjerr vlerën false, që do thotë e gabuar. Funksioni AND dhe OR janë dy funksione shumë të rëndësishme gjithashtu. Keni parasysh që funksioni AND, nëse unë do merrja kushtet logjike dhe po i shkruaj këtu, supozojmë se kemi dy kushte logjike, le të themi kushti A dhe kushti B, dhe duam t'i lidhim me njëra tjetrën këto dy kushte dhe duam të dim çfarë rezultati do të marrim. Nëse kushti i parë është i vërtet dhe kushti i dytë është i vërtet, që do të thotë i vërteti do të thotë njësh në rastin konkret, funksioni AND të nxjerr një funksion të vërtet. Pra keni parasysh 1 dhe 1 në rastin konkret bëjnë 1, është i vetmi rast matematik, i cili nuk është tipik matematik, por është informatik, në të cilin 1 plus 1 barazi me 1. Dhe në rastin konkret, nëse është e vërtet e para dhe e vërtet e dyta, ty vlera e rezultatit që po e shkruaj C të del 1. Nëse e para është e vërtet dhe e dyta nuk është e vërtet, pra është 0, atëherë rezultati del jo i vërtet. Megjithse lidhja është bashkuese, pra është dhe, kur vjen puna tek veprimi algoritmik që bëhet në kompjutera, kjo lidhës që quhet lidhja dhe është përjashtuese, edhe pse njëra mund të jetë e vërtet, nëse nuk janë të dyja të vërteta, ajo nuk është e vërtet. Dhe në rastin konkret është dhe rasti i tretë, që ti të parën e ke 0, që do të thotë jo e vërtet, të dytën e ke të vërtet, dhe në rastin konkret do dilte jo e vërtet. Dhe e fundit, kur i ke të dyja të pavërteta, sigurisht që del e pavërtet edhe rezultati. Dalloni që funksioni ose lidhja dhe në rastin konkret, për çfarë do lloj termash kushtesh që të kesh, bëhet e vërtet vetëm në ato raste kur të gjitha kushtet janë të vërteta. Në të gjitha rastet e tjera është jo e vërtet. Pra, supozoj se unë do shkruaj një formulë dhe ja tek është formula barazi AND, dhe në vend që të merresha me shumë gjëra tek këto funksionet, do veja të aplikoja dy vlera logjike që do ndahen njëra me tjetrën me një presje. Kushti logjik i parë është nëse kjo rroga në qelizën time është më e vogël, pra AND K2 më e vogël se sa 500, presje K2 ose K3, themi te qeliza tjetër, më e vogël se sa 800. Pra unë i kam dhënë dy kushte në të cilën i them më gje saktësisht a është e vërtet që K2 dhe K3 janë më të vogla se 500 dhe më të vogla se 800 respektivisht. Dhe e vërteta doli jo, sepse të dyja dalin le të themi 0, pra të dyja janë false. Nëse unë këtë 800 do ta bëja 900, që nënkupton që atë 811 më bëhet e vërtet, prapë do të ndilte e 0, sepse jemi në kushtet që përmenda pak më përpara, në të cilën edhe pse njëra është e vërtet, tjetra është e pavërtet, dhe përjedhoj do më dilte rezultati i pavërtet. Ama në qoftë se unë do vendosja jo 500, po do e vendosja 800 këtë kushtin e parë, pra i kam të dyja të vërteta, tani më del true, që është pikërisht ajo që shpjegova. Ndryshe nga funksioni AND, funksioni OR ka një linjë logjike tjetër, dhe unë po e fshi këtë element për të shpjeguar pak rezultatin më shumë se sa kushtet, sepse kushtet mbeten të njëjta, mund të kesh të dyja të vërteta, mund të kesh njërin nga të dyja të vërteta, ose mund të jenë të dyja të pavërteta. Ori ose megjithse në konceptin gramatikor tekstor është një funksion i cili le të themi i përjashton vlerat, pra njëra ose tjetra, në rastin algoritmik ai i bashkon vlerat. Kështu që në këtë rast, nëse ti ke njërën nga vlerat, të paktën njërën nga vlerat të vërtet, atëherë rezultati do të dalë i vërtet. Pra nëse kushti i parë dhe i dytë janë të vërteta, pra e para e vërtet ose e dyta e vërtet, rezultati do të dilte i vërtet. Nëse ke e para e vërtet, e dyta jo e vërtet, do të ishte e para e vërtet ose e dyta jo e vërtet, do të dilte e vërtet, dhe rasti tjetër do dilte i vërtet. I vetmi rast që del jo i vërtet është kur të gjitha kushtet janë jo të vërteta. Pra, në qoftë se unë do veja dhe do shkruaja barazi or, do jepja vetëm një kusht të vërtet, supozojmë se kjo është më e vogël se sa 800, ndërsa qeliza K3 është më e madhe se sa 1000, në rastin konkret kam dhënë një kusht të vërtet, një kusht të pavërtet, shikoni që më del e vërtet
në varësi të zbatimit. Dhe në këtë kontekst pam shumicën e funksioneve logjike. Sigurisht që sot po flasim për funksionet, po flasim për ato gjëra të cilat le të themi na ndihmojnë në punën tonë. E do të kalojmë tek ato që quhen funksione statistikore dhe do të kalojmë disa prej tyre, do t'i kalojmë shpejt sepse kemi bërë shpjegime. Megjithatë do të ndalemi edhe tek ato. Funksionet statistikore janë shumë realisht, e un po të futesha tek lista e funksioneve statistikore që ka Exceli, po të veja tek Math and Trick, shikoni që ka funksione pa fund matematikore, do ju nxisja që të sfidoni veten të mësoni sa më shumë prej tyre. Unë do shpjegoj ato që janë më të rëndësishme dhe më të përdorshme. Do filloja me të parën që është vlera absolute. Mendojeni pak të që vlera absolute është një koncept matematik dhe realisht vlerat statistikore ose funksionet statistikore kanë lidhje me matematikën. Kështu që mos mendoni se ndërsa flasim për këto gjëra nuk do flasim për matematikën. Dashur pa dashur je i detyruar të flasësh për matematikën kur je duke bërë statistika. Dhe vlera absolute nuk është gjë tjetër veç se të kthesh vlera negative në vlera pozitive. Për shembull, mund të kesh një -1 një vlerë dhe nëse do që ta kthesh në pozitive, zbaton funksionin ABC që do thotë absolut, është shkurtim, akronim i fjalës absolut, zgjedh qelizën ku ke vlerën përkatëse negative dhe ajo të del në trajt pozitive si vlerë absolute. SQRT nuk është gjë tjetër veç se në rastin konkret rënja katrore. Supozoj se unë dua të gjej rënjën katrore të 25-s, atë rënja e katrore e 25-s do të ishte SQRT hap klap, do të zgjidhja numrin përkatës që kërkoj t'i bëj rënjën katrore dhe shikoni që në rastin konkret do më dilte 5, që është pikërisht rënja katrore e 25-s. Ndërkohë ka një rast tjetër që është rasti int që do të thotë integer, që ti kërkon të gjesh numrin e plot, mund të kesh një numër me presje, për shembull 10.84 që ne shohim në qelizën H2, dhe duam të gjejmë numrin e plot. Numri i plot, jo rrumbullakosjen, kujdes, jemi duke ndarë numrin e plot nga numri me presje. Ky numër 10.84, po ta shkruaj numër të plot dhe numër me presje, do më ishte 10 plus 0.84, pra njëri numër i ploti do ishte 10, ndërsa numri me presje dhjetore do të ishte 0.84. Në qoftë se unë dua të gjej pikërisht këtë që quhet funksioni int, më fal, në rastin konkret do hapja klapën, do zgjidhja numrin 10.84 dhe rezultati që pres normalisht është 10.00 sepse është numër i plot. Numri i plot nuk ka presje, është numrat natyror 1, 2, 3, 4 e kështu me radhë në gjithë bashkësinë e numrave real. Ndërkohë që produkti në vetvete është një tjetër formulë matematike statistikore që mund të duhet her pas here. Për shembull, nëse do të bësh shumëzimin e disa qelizave njëra me tjetrën, supozojmë se do shumëzojmë 4 qelizat e para njëra me tjetrën, në vend që të filloj të shkruaj me radhë barazi kjo shumëzuar për këtë, shumëzuar për këtë tjetrën dhe të jepja një rezultat përkatës, unë mjafton të shkruaj ashtu si shkruaj funksionin shumë, mund të shkruaj funksionin product, që është funksioni prodhim, dhe të zgjidhja numrat përkatës 1, 2, 3 dhe rezultati do më ishte i njëjtë për atë vektor që kam zgjedhur. Kurse funksioni shumë është shumë i njohur, është sum, hap klap, zgjedh qelizat përkatëse që do t'i bësh shumën, vektorin përkatës, që aty na del në rastin konkret për shkak se tabela është e formatuar na del me një emër që është vitet e eksperiencës. Në qoftë se do e shkurtoja një më pak, nuk do më dilte me emër, por do më dilte me qelizën sepse nuk e kam zgjedhur të gjithë variablin, por në qoftë se unë do zgjidhja vetëm për shembull vektorin nga A2 deri në A1, se shikoni që nxjerr qelizat dhe shikoni çfarë është, më nxjerr rezultatin përkatës të shumës së viteve të eksperiencës. Sigurisht që të shuma mund të kesh shumë me kushte dhe shuma me kushte mund të jetë e tipit sum if, që nënkupton do vendosësh një kriter që do ketë një kusht, supozoj se unë dua të gjej gjithë pagat ose vitet e eksperiencës të atyre personave që kanë në vetvete që janë meshkuj dhe ja tek vete e zgjedh qelizën e, i jap kushtin, sepse kjo është variabli i dytë, i jap kushtin mashkull, që do të thotë nga kjo kolon e më zgjidh vetëm meshkujt dhe shuma që do më bësh në kolonën H për ato raste që ti gjen meshkujt. Dhe në rastin konkret mbyll klapën dhe shikoni që më nxjerr 101 në rastin konkret vlerë. Është dhe një funksion tjetër kur ke më shumë se sa një kushte, pra në rastin konkret dua të gjej gjithë meshkujt që janë në listë të lëndash, pra janë 2 kushte, shkruaj sum if në rastin konkret dhe në këtë rast do vendosje të parin shumën,
atë variabël ose vektor që do t'i bësh shumën dhe unë dua t'i bëj shumën viteve të eksperiencës, ndërkohë që kriteret ose kolonat që do të kenë kritere janë gjinia dhe pas gjinisë do të vendosja kriterin e saj që është mashkull, do të mbyllja klapën ose thonjzën në rastin konkret, se po të mbyllja klapën do ishte vetëm një kriter, por unë kam dhe një kriter tjetër që është pozicioni i punës, zgjedh kolonën G dhe pasi kam zgjedhur kolonën G, normalisht i jap dhe kriterin përkatës që do jetë analizë të dhënash. Ajo që prisja, mbyll thonjzat, mbyll dhe klapën sepse i kam vendosur të gjithë elementet përkatës dhe më del vlera përkatëse, shumat përkatëse e atyre personave që janë meshkuj dhe analistë të dhënash. E njëjti koncept vlen edhe për average dhe count që do i shohim tani. Average në vetvete nuk është gjë tjetër veç se mesatarja e një funksioni dhe mesatarja e një funksioni sigurisht që në rastin konkret do të ishte e trajtës average, ja tek është dhe zgjedh ato vlera që ti kërkon ti bësh mesaktaren si vektor. Sigurisht që po eci pak më shpejt sepse janë koncepte të tjera, janë koncepte matematike pa shumë variabla, të vetmet operacione që kanë shumë variabla janë operacione me kushte. Për shembull, në vend që të bëja average, mund të bëja average if-in që do më kërkonte një kusht, ose average if-in që do më kërkonte më shumë se sa një kusht. E njëjta gjë është edhe me countin, por në rastin konkret counti bën numurim. Nëse unë do them count hap club dhe do vete në një kolon numerike, sepse nëse jam në kolon jo numerike, më duhet të përdor count A. Në rastin konkret, pasi kam zgjedhur këtë funksion, shikoni që më nxjerr 20 persona, sepse 20 persona janë saktësisht. Siç është count if-i kur ke një numurim me një kusht dhe count if-si kur ke numurim me më shumë se sa një kusht. Ndërkohë që count A është për ato raste kur ti do të numurosh tekste dhe jo numra, sepse nëse unë do veja dhe do aplikoja funksionin count në një kolon tekst, siç është kjo gjinia përkatëse, do më dilte 0 counti për shkak se janë tekst dhe teksti është i panumurueshëm, numrat janë të numurueshëm. Përpos kësaj kemi mbaruar edhe këto funksione që quhen sum if, average if, count if, sum ifs, average ifs, count ifs, kanë të njëjtën logjik që pam tek shuma, në të cilën ti mund të kesh një kusht për numurimin ose për mesataren ose disa kushte, dhe ti aplikon njërin prej atyre funksioneve. Një tjetër funksion i rëndësishëm është funksioni max, që të jep maksimumin në rastin konkret, por nuk shkruhet maksimum në trajtën e plot, shkruhet thjesht max, zgjedh një vektor dhe në atë vektor ajo të jep vlerën maksimale, ndërkohë që vlera minimale po të zgjedh prap të njëjtin vektor, ja tek është mbyll klapën dhe më del vlera minimale. Sigurisht që gjatë leksioneve më përpara kemi shpjeguar ligjëratat më përpara edhe konceptet e funksioneve small edhe large që janë të ndërlidhura me funksionin max. Për shembull, nëse unë dua të gjej vlerën e dytë më maksimale, pra të parën e kam gjetur me funksionin max, po atë që vjen pas të saj cila është, mjafton të shkruaj barazi large dhe të hap klap. Tani kam dy variabla se kërkon dhe rendin, dhe rendin në rastin konkret unë e kam përmendur me gojë dhe atë do bëj, dhe do vete do zgjedh pikërisht atë qelizë që dua, dhe rendi përkatës është 2 që do të thotë vlera e dytë më lart. Shikoni që del vlera e dytë më lart 12.51, e po të evidentosh këto dy vlera ja tek janë, njëra është 12.95, tjetra është 12.51, nuk gjem vlera më të larta se këto. Ndërkohë që vlera e dytë më e ulët, pra më e ulta fare është 4.20, minimumi i minimumeve, ama një vlerë sipër kësaj vlere është me anë të funksionit small, gjithmonë fillohet me shenjën barazim, sepse nuk do të punonte funksioni edhe pse e ke shkruar saktësisht, do të zgjidhe vlerat përkatës, supozoj se unë i zgjolla të gjitha këto vlera, dhe nuk mbyllet klapa, po zgjidhet rendi, supozoj se unë dua të di vlerën e dytë më të ulët dhe ja tek është vlera e dytë më e ulët pas vlerës 4.20. Përpos këtyre funksioneve kemi funksionin power, që është funksioni fuqi, dhe funksioni fuqi në vetvete nuk bën gjë tjetër veç se e merr një numër të caktuar, supozoj se unë do marr power, hap klap, dhe ajo thot më jep një numër dhe unë do ja jap numrin, mund ta shkruash dhe me qelis, po mund t'ja jap numrin vetë dhe t'i them 10. Presje, powerin do ja jap në fuqi të 5. Pra 10 në fuqi të 5 dhe më del numri përkatës që në rastin konkret është 100.000, sepse 10 në fuqi të 5 bëjnë 100.000. Pra ti mund të gjesh se sa është fuqia e një numri përkatës, mjafton të shkruash funksionin power. I fundit, që patjetër është i rëndësishëm, është funksioni round, që bën
Rrumbullakosjen e numrave me presje, për shembull nëse unë them barazi round dhe në rastin konkret zgjedh një nga këto numra me presje, sigurisht pasi zgjodhe numrin, ajo më pyet sa numra shifra pas presjes kërkon që ta rrumbullakos. Dhe supozoj se unë dua ta rrumbullakos 2, shikoni me vëmendje, që do më dilte 10.84, aq sa e kam, por në qoftë se e ndryshoj dhe i them do ma bësh 1, ajo do më bëj 10.80. Pse? Sepse nuk e ka kaluar gjysmën për të quajtur 10.90. Në qoftë se do t'i thosha 0, rrumbullakosjen do ma bëj pikërisht tek vjeçët tani dhe do thot nga 10.84, shikojeni që do ta çoj 11. Pse? Sepse vlera 10.84 po e rrumbullakose në njëshet, jo vjeçët, njëshet, përkatësisht është 11. Nëse duhet ta rrumbullakos në njëshe, mjafton të shkruaj -1, pra kam ecur në krahun e majt tashmë, ecën krahun e majt me rrumbullakosën dhe shikoni që vete 10 në rastin konkret. Pse? Sepse për dhjeçet, po të vete tek dhjeçet, normalisht aty kam 100 si vlerën më maksimale, unë jam 10.84 dhe ajo i afrohet më shumë 10-s. Nëse do isha 15.84 do t'i afrohej 20-s e kështu me radhë. Ndërkohë që po ta bëja në raport me 100, do të shkruaja -2 dhe pres të më dali 0 në rastin konkret si vlerë. Pse? Sepse 10 është më afër 0 se sa afër 100-s. Sepse 50 është vlera që ndan, le të themi, rrumbullakosjen nga 0 deri në 100. Pra nga 0 deri në 50 çdo vlerë që do të dilte, por që nuk është e barabartë me 50, do të dilte 0 e rrumbullakosur te 100, ndërkohë që për më të mëdha do të dilte sigurisht 100. Konceptet janë matematike dhe unë nuk dua që t'ju lodh edhe më shumë, sigurisht që këto koncepte vlen më shumë për ata që punojnë me statistika matematike dhe jo vetëm me ato statistika të cilët kanë këto koncepte që i shohim, se mos në fushën e ekonomisë janë shumë të përshtatshme. E fundit që unë do të sugjeroja si tip funksioni, le të themi nga ato që vet Exceli ka, do të ishte pikërisht funksioni referencë. Dhe funksionet referencë kemi disa, do të njohim shumë prej tyre, po janë vërtet shumë të përdorshëm në përdorimin e tabelave ose në njohjen e tabelave. Shikoni që ne kemi një tabel dhe normalisht në këtë tabel kemi disa të dhëna, por ti mund të krijosh një tabel tjetër me anë të funksioneve referencë. I pari ndër ato funksione referencë, dhe funksioni referencë merr emrin funksion referencë për shkak se merr një vlerë nga një tabel, i referohet asaj dhe sjell në një tabel tjetër. Njëra nga ato funksione që është shumë e rëndësishme, që mund të të hyjë në punë gjatë ndërtimit të funksioneve të kombinuara, është funksioni adres. Shikoni se çfarë bën funksioni adres. Nëse unë e shkruaj adres, ajo më pret dhe më thot cilën qelizë kërkon që të kapim dhe më kërkon rreshtin, numrin dhe tipin, nëse është absolute apo relative. Dhe unë do t'i them, do më japësh rreshtin e dytë, kolonën e parë, dhe e dua absolute, mjafton të shkruash 1 dhe ajo të jep saktësisht të dyja vlerat edhe kolon edhe shtyll të absolutizuara. Sigurisht ky koncept i absolute duket si një koncept i vështirë, por nuk është i vështirë. Kur do që të ngrish kolonat dhe rreshtat, mjafton ta bësh të vendosësh shenjën e dollarit përpara kolonës ose rreshtit dhe në rastin konkret do të kishe një qelizë absolute. Nëse e vendos përpara njërës nga të dyja, pra o rreshtit o kolonës, do të kishe një kolonë gjysmë relative ose gjysmë absolute, dhe në rastin e fundit, kur ti nuk do që të ngrish asgjë, por e lën në vlerat fillestare, ajo quhet relative. Në rastin konkret, unë i thash, do më japësh një qelizë, emërtim realisht, kjo do më nxjerrë emërtim, rreshtin e dytë, kolonën e parë, ajo që unë pres është saktësisht të më nxjerrë A2-shin, e meqense i kam thënë absolute bashkë me shenjat e dollarit. Po të mbyll klapën dhe të jap enter, shikoni që ajo më nxjerr A2-shin bashkë me shenjat e dollarit. Jo në pak raste, kur ti kërkon të ndërtosh në saktësisht formula që kanë brenda kombinime shkronjash e gjërash të tilla, je i detyruar të bësh të tilla element që quhen element reference. Pastaj kemi një komandë tjetër që quhet komanda row, që nëse unë aplikoj komandën row, hap klap, mbyll klap, pra nuk vete tek një referencë saktuar, megjithëse mund të vete në një referencë saktuar, që të më japi në çfarë rreshti unë ndodhem, dhe nuk ndodhem te rreshti 24, saktësisht më dha rreshti 24. Në qoftë se vete edhe zgjedh brenda klapave një qelizë përcaktuar, supozoj këtë që ndodhet në rreshtin 7, ajo do më japi në rastin konkret rreshtin ku ndodhet ajo qelizë që unë kam zgjedhur. E njëjta gjë është dhe me kolonën, pra shkruan kolon, dhe në rastin konkret ajo të jep
kolonën përkatëse, supozoj se unë zgjodha këtë kolonën që ndodhet kjo njësi, dhe shikoni që ajo më thotë që është kolona e 5. Sigurisht që këto vlera vlejnë më shumë dhe kur të punoni do ta kuptoni se sa të rëndësishme janë, sidomos në përcaktimin e formulave dinamike të referencës, kur bën kombinatorik dinamike të këtyre funksioneve që ne po shohim. Përpos këtyre funksioneve është një funksion tjetër që është funksioni indeks, dhe ky funksioni indeks realisht po ta aplikosh nuk bën gjë tjetër veç se merr në rastin konkret një tabel dhe nxjerr vlerën që ndodhet në një rresht dhe në një shtyllë që ti e përcakton. Pra supozoj se unë tabelën kam qelizën nga D1 deri në qelizën F21, që ky është që t'i shman këto elementet përkatës të tabelës dhe të mbetet në trajtën standarde me qeliza, po nuk po e zgjedh qelizën e fundit. Arsyeja pse dalin emrat është sepse tabela është e formatuar dhe del saktësisht emri i variablit dhe veprohet me variabël kur janë tabelat e formatuara që kemi shpjeguar në workshopin e dytë dhe të tretë. Keni parasysh që unë kam zgjedhur këtë tabel, pasi kam zgjedhur këtë tabel, tani kjo është një tabel e re. Numërimi i rreshtave dhe shtyllave në këtë tabel është unik për këtë tabel, pra ne nuk duhet të konsiderojmë atë që quhet tabela e plot, po duhet të konsiderojmë pikërisht këto D, E, F si rreshti kolonë e parë, kolonë e dytë dhe kolonë e tretë. Dhe unë do t'i them, do më japësh atë vlerë që ndodhet në rreshtin e tretë dhe në kolonën nuk mund t'i them kolonën e 5, sepse nuk ka kolonë 5, do më nxirrte error, po mund t'i them kolonën e tretë. Dhe po ta shikoni, ajo vlerë përkatëse duhet të ishte 3 nëntor 2018. Dhe unë jap enter, shikoni që më nxori një datë, se nga formati duket që është datë, mjafton të kthej dhe të ndryshoj formatin nga general të kthej short date dhe pikërisht më del data 3 nëntor 2018. Indeksi pikërisht bën këtë gjë që indekson një vlerë, i referohet një vlere që ti i saktëson pikërisht kolonave tua. Pra mund të bësh dhe një kombinim mes funksioneve row dhe column. Në rastin konkret, shikojeni që ta bëjmë një kombinim të tillë, barazi, indeks, tani do të zgjedh të gjithë tabelën time, supozoj nga këtu deri tek qyteti në rreshtin e 20, pastaj për row number do të zgjedh row i kësaj vlerës jeton, më falni, brenda kësaj row duhet të zgjedh jeton. Pastaj normalisht po dola nga klapa, ajo më kërkon dhe kolonën dhe po i them përpos këtij rreshti që për mua është rreshti 2, sepse rreshti 2 aty ndodhet jetoni, supozoj se dua të gjej edhe ku më ndodhet kjo data 13 janar 2018 që i bie të jetë kolona e 5 në rastin konkret, pra të mos shkruaj F20, po të shkruaj column hap klap i kësaj datës që unë kam përkatëse. Pra rreshtin dhe kolonën tani e marr nga një referencë përkatëse, pra rreshti i qelizës B2 dhe kolona e qelizës F20. Normalisht i bie të jetë rreshti 2 dhe qeliza 20 dhe kolona 5 i bie, pra është 1, 2, 3, 4, 5. Pra rreshti 2, kolona 5 i bie të më dali 15 mars 2012. Kjo është ajo që unë pres dhe del datë ashtu siç duket. Mjafton të ndryshoj formatin në short date dhe shikoni që mua më doli 15 marsi më ka dalë 15 shkurti i 2013, sepse është rreshti i dytë i kësaj tabele të re që unë kam krijuar. Shikoni që kam A2 L20. Pra rreshti i dytë nuk fillon me A1, po fillon me A2, kështu që zgjedhja është e saktë. Përpos funksionit indeks kemi edhe funksionin match, i cili në rastin konkret të jep një numër, sepse të jep një numër në varësi të një vlere. Supozoj se unë kam saktësisht emrin jeton dhe dua të bëj match një vlerë përkatëse që lidhet me jetonin. Po ta bëj këtë, mjafton të shkruaj match, që do thot lidh. Vlera që do shikoj për referencë është vlera që e kam jashtë kësaj tabele, sepse unë kërkoj të marr një element, të referojmë një elementi brenda tabelës së madhe, ta bien në këtë tabel të vogël, mini tabel që kam krijuar, dhe do t'i them cila është vlera që ti do të shikosh. Normalisht gjithmonë duhet pasur parasysh që kur ke tabela, ajo vlerë që ti ke filluar i bën kërkimin përkatës duhet të jetë gjithmonë e para në renditje, dhe supozojmë se unë e kam pikërisht në këtë qelizën B, nuk kam nevojë të zgjedh më shumë, mjafton të zgjedh kolonën B dhe i them, do më gjesh emrin jeton në kolonën B
match type nuk kupton a do një vlerë më të vogël, pak më të madhe ose sakt, unë do t'i them të sakt që do të 0. Në rastin konkret, apo i kam dhënë të treja elemente përkatës, cili është elementi referencë, pra që është ky që unë do t'i referohem, cila është tabela referencë, që është kjo kolona që unë i referohem, dhe si është tipi që unë e dua saktësisht. Nëse klikoj enter, ajo ma gjen që jetoni ndodhet në rreshtin e dytë. Kjo të nxjerr një rresht në rastin konkret. Nëse do veja dhe do ndryshoja emrin jetone, do vendosja emrin Kreshnik në rastin konkret, shikoni që dinamikisht ajo më nxjerr rreshtin e 6. Përpos këtij elementi kemi një funksion tjetër që është funksioni offset, i cili në rastin konkret ka ngjashmëri me elementet që sapo kemi përmendur, veç se përdoret shumë për të identifikuar, le të themi, element që kanë dimensione të larguar. Për shembull, je larguar 2 rreshta nga kjo qelisë përkatëse dhe 3 kolona nga kjo qelisë përkatëse. Le të themi që ndjek një rrugëtim pikërisht gjetja e kësaj qelizë të re. Kjo qelizë referencë sigurisht që vlen për kryen e formulave për identifikimin e atyre vlerave që ndodhen me përmasa nga një qelizë caktuar. Supozojmë se unë kam një referencë dhe se referenca është ky emri jeton, që konsiderohet, le të themi, si pika 00 ose qendra e boshtit koordinativ, sepse offseti këtë bën e konsideron tashmë tabelën një bosht koordinativ, dhe në rastin konkret unë rows dhe columns do t'i vë 1, sepse nuk dua t'i ndryshoj, pra supozojmë se nuk kam element që më ndryshojnë në kolona dhe në rreshta. Më falni, kam ikur një rresht dhe një kolon, pra çdo të thotë që kam ikur një rresht. Një rresht do të thotë që ky jeton i zbriti një rresht më poshtë, shkoj tek dea, dhe një kolon do të thotë që shkoj tek ky mbiemri që është Anamali. Dhe nëse e jap gjatësinë dhe gjerësinë e këtij variabli të ri që kam krijuar 1, që do të thotë në rastin konkret nuk kam bërë gjë tjetër veç se e kam specifikuar që është vetëm një qelizë, sepse nëse do jepja heightin 2 do thotë që kam zgjedhur 2 qeliza. Në rastin konkret kur t'i jap enter, shikoni që ajo më nxjerr Anamalin. Pse? Sepse më vendos një rresht dhe një kolon nga ajo qelizë referencë. Supozoj se unë për shembull dua të bëj shumën përkatëse të gjithë këtyre elementëve këtu, shikojeni pak, do ta bëj me funksion të kombinuar, barazi sum, hap klap, tani do të shkruaj funksionin offset, do të vë qelizën referencë që është kjo qeliza e parë, numri i rreshtave dhe kolonave në rastin konkret, unë do të them për rreshtat, supozoj se duhet vete një rresht më poshtë dhe realisht do vete një rresht më poshtë, ama kolona le të mos lëshoj, e quaj 0, pra nuk do vete as majtas as djathtas, me -1 shkon majtas, me pozitive shkon djathtas, po e lë 0 do të thotë që qëndroj në atë kolon që kam zgjedhur. Përpos kësaj po jap gjatësinë, dhe gjatësinë në rastin konkret, meqense do bëj shumë të disa elemente, supozoj se do ta vë 5, pra do më bësh 5 elementet e pashum, ndërsa gjerësi nuk dua që të më hapet kjo të më bëhet matricë, dua ta kem vektor, i them 0 në gjerësi, mbyll klapën dhe konkretisht po të mbyllja dhe klapën e samit, sepse normalisht ajo pret mbylljen e klapës së samit, më nxjerr një funksion referencë. Pse më nxjerr këtë funksionin referencë? Sepse në rastin konkret, në vend që të zgjidhja atë qelizën A2, më ka zgjedhur komplet headerin përkatës. Unë ta shkruaj këtë headerin përkatës A1 në rastin konkret, e nxjerr referencë për shkak se kjo është një tabelë e formatuar. Gjithsesi, është një teknikë që ti e përdor shpesh në rastet në të cilat merr saktësisht vlerën përkatëse në llogaritë e tua. Përpos funksionit offset, sigurisht që mund ta provoni vetë çdo gjë, edhe më mbrapa mund ta rishikoni dhe të riprovoni të tilla gjëra. Kemi funksionin choose, që në rastin konkret, funksioni choose nuk bën gjë tjetër veç se zgjedh një vlerë nga një tërësi vlerash. Supozojmë se unë kam këto vlera dhe janë 5 vlera radhazi dhe unë dua të zgjedh njërin prej tyre me indeks dhe kam vendosur indeksin 3 këtu. Dhe tani them barazi choose, që do thotë zgjidh këtë indeks 3-shin në këto vlera. Vlera e parë është jeton, presje, vlera e dytë është rea, vlera e tretë është Rigels, vlera e katërt është Floreta, pra po i vendos vlerat me radhë, dhe vlera e pestë është Kreshnik, mbyll klapën përkatëse dhe normalisht tani që unë kam aplikuar këtë funksionin choose, sigurisht që ajo do më nxjerrë vlerën e tretë që është Rigelsi, sepse Rigelsi është i treti në radhë
ndërkohë që në qoftë se doveja do ta ndryshoja, do thosha 5, jo tek formula përkatëse, po tek referenca, pra po japim undo sepse këshim formulën, te referenca po të shkruaja 5, të jepja enter, ai do më nxirrte kreshnikun, ndërkohë që funksioni i fundit referencë është funksioni VLOOKUP, që është një funksion, le të themi, po i fshim gjitha këto që kemi aktualisht, që ne e shpjeguam pak herën e kaluar, por që unë do ta prek edhe në këtë leksion, dhe dalloni pak që ky funksion nuk bën gjë tjetër veç se bën një vertical lookup në një tabel të përcaktuar, ku rregulli që duhet ndiqet thelbësisht është gjithmonë që vlera që ti po i kërkon ti referohesh të jetë kolona e parë në tabelën që po i referohesh. Pra në rastin konkret, nëse unë shkruaj barazi VLOOKUP, ajo do të ketë 4 variabla. Variabli i parë është cili është elementi që do t'i referohesh, në rastin konkret unë po zgjedh këtë qelizën që quhet qeliza B30, aty do të vendos emrin pak më mbrapa, për momentin po e lë bosh, sepse do e bëj dinamike, dhe tani pasi kam zgjedhur këtë element B30, normalisht ajo më kërkon në cilën tabel. Garantohu që tabela jote të ketë pikërisht emrin si rresht të parë, dhe emri për si rresht të parë i bie të jetë qeliza kolona B, dhe supozoj se unë zgjedh nga kolona B deri te kolona F. Pastaj ajo pyet, sepse unë do i referohem për të gjetur këtë element, po do marr një element nga një kolon tjetër, nga një kolon që ndodhet në kolonën e dytë ose të tretë, por në raport me këtë tabel që është krijuar. Në rastin konkret, nëse doja të merrja gjinin përkatëse të këtij emri që unë do të kisha, sigurisht që do t'i referohesha që gjinia është 1, 2, 3 e 4ta kolon, edhe pse është e 5ta në tërësinë e tabelës, për tabelën që unë po i referohem, që të marr vlerën përkatëse, gjinia është e 4ta, pra do t'i thosha do më zgjedhësh kolonën e 4 nga ajo tabelë që të kam referuar, dhe e fundit një vlerë të saktë që është 0, që do të thotë vlerën e saktë mos më jep vlera të përafërta, se mund të kesh edhe raste që të kërkosh vlera të përafërta kur ti nuk e ke një vlerë të ngjashme në tabelë. Mbyll klapën, dhe pasi mbyll klapën, i jep enter, dhe shikoni që nxjerr një error. Arsyeja pse nxjerr error është sepse ti nuk ke dhënë një emër në atë qelizë që është qeliza referencë. Unë thash që do ta lëbosh, por po ta ndryshosh dhe ta bësh jeton emrin, shikoni që do të nxjerrë që ai është mashkull, por nëse e vë Orgeta, që është një nga vajzat e kësaj tabele, do të na nxjerrë femër. Pra çfarë bën? Shkon në tabelën përkatëse, gjen Orgetën, pastaj ecën 4 kolona ashtu si shties ke specifikuar, dhe gjen pikërisht ajo është femër, dhe ta kthen në këtë mini tabel të re që ti ke krijuar. Dhe e fundit për sot, për ta mbyllur këtë workshop, i cili është i fundit për në listën e workshopeve që kemi deri në muajin shkurt, sigurisht që do të ishin funksionet e personalizuara. Edhe unë nuk do të ndalem shumë gjatë, do të bëj një funksion të vetëm realisht, ju mund të provoni vetë sa të dëshironi. Synimi është që kur ju punoni me funksionet e personalizuar të jeni të kujdesshëm në ndërtimin e atyre funksioneve, sepse kanë programim brenda, dhe funksioni i personalizuar nuk është një funksion i ngjashëm me këto që kemi parë barazë sisteme dhe të del lista e funksioneve aty. Është një funksion që i mungon listës së funksioneve, por që ti mund t'ia shtosh sepse e personalizon. Je ti që ja shton atë funksion. Dhe në rastin konkret, funksioni i personalizuar bëhet në këtë mënyrë. Shkon te komanda view, shkon tek në fillim duhet patjetër ta kesh garantuar që mouse-in e ke në një qelizë të selektuar. Pasi ke shkuar te komanda view, shkon te komanda macros dhe klikon te komanda view macros, që do thotë do krijosh një makro ti. Dhe supozoj se unë dua të krijoj katrorin si funksion. Pra, ky është një funksion që nuk ekziston në listën e funksioneve. Nuk ka një funksion me emrin katrori, që të bëj katrorin e qelizave. Dhe katrori, mjafton ta shkruaj katrori, ashtu siç duhet. Ky do jetë emri i funksionit, mund ta shkruaj me shkronja të mëdha, ashtu për të ruajtur standardin e atyre funksioneve që un kam deri më tani, katrori, dhe i jap edit. Pasi jap edit, shikojeni pak me vëmendje, unë e kam shkruar, por do ta rishkruaj për ta kuptuar atë që do jemi duke bërë. Fjala funksion ose programimi në trajtën funksion është më tepër e avancuar kjo, po nuk është e vështirë. Është e tillë që ti fillon me fjalën function. Ky është, le të themi, kodi që e fillon funksionin e personalizuar, po krijoj un funksion, pas kësaj vendos emrin, dhe funksioni do të ketë emrin katrori,
këtë emër që ne i dha, do të hapësh klapën dhe do të specifikosh tipin e atij variabli që do të futet. Në unë do t'i them A, S, double. Normalisht nuk dua që ti mësoni gjitha këto gjëra sepse nuk jemi duke shpjeguar programim, por jemi duke shpjeguar saktësisht se si mund të ndërtohet një mini funksion. Pra, ky mini funksion po të klikosh enter, të shikon që ka një fillim, ka dhe një fund, end function. End function do të thotë që mbaron funksioni. Funksioni ka një emër, ka dhe një variabël që ka një tip të përcaktuar. Ky tipi double do të thotë tip me presje, pra mund të bëj edhe të ketë bëj edhe me numrat me presje. Tani brenda fillimit dhe mbarimit, që është le të themi algoritmi ku ti do të shkruash diçka, normalisht shkruan funksionin tënd dhe ky funksion do të ishte katrori barazi A her A. Kaq do të ishte formula që do të shkruaja unë për katrorin. Në rastin konkret, sapo kam krijuar një funksion të personalizuar. Quhet funksioni personalizuar, pse? Sepse e kam krijuar unë, nuk ekziston në listën e funksioneve që kemi përmendur deri më tani. Edhe ka një emër, emri është katrori, duhet jesh i garantuar që ky katrori të jeti një me këtë termin që po bën kalkulimin, se në fund të fundit ajo kërkon një expression, një shprehje që të bëj kalkulimin për katës dhe vlerën për katës. Tani që ti e ke krijuar këtë funksion, i është shtuar listës së funksioneve dhe nëse unë vete në tabelat e mia dhe shkruaj baraz, do më dali, po të shkruaj k, do më dali dhe katrori në listën e funksioneve. Katrori është ky funksioni personal që unë ndërtova dhe nëse unë klikoj katrorin double click, ajo pret variablin, që variabli është një numër, tham A, S double, një numër dhe në rastin konkret numri është supozojmë ky që ndodhet tek qeliza H2, katrori i H2-shit. Çfarë më jep ajo? Më jep 117. Po të shkruaja barazi katrori hap klap i 10-s, ajo do më nxjerri 100. Shikojeni që tani kam krijuar një funksion i cili në rastin konkret është i personalizuar. Sigurisht që këto që quhen makro janë gjëra programuese dhe unë do ju sugjeroja që të jeni të kujdesshëm kur punoni me makrot, se ato mund t'ju modifikojnë maksimalisht tabelat tuaja dhe ndonjëherë edhe jo në pak raste janë të parikthyeeshme ato vlera që ti aplikon me anë të këtyre elementeve që quhen makro. Në këtë kontekst, me gjithë këtë që sapo thash, unë mendoj se sot e kemi arritur qëllimin për të shpjeguar në maksimum, le të themi, ato funksione të cilat janë nga më të përdorshmet në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Kështu që faleminderit që ishit në këtë leksion, në këtë ligjërat që kishte të bënte saktësisht me funksionet.